Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me vetëm 2 përbërës që shëron në dhimbjen e kockave, nuk do të vuani më kurrë. Vaj ullirit i kombinuar së bashku me kripën është një kurë natyrale e përdorur për mijëra vjet më parë për të trajtuar sëmundje të ndryshme. Gjithçka që ju duhet për të përgatitur këtë recetë janë 20 lugë gjelle vaj ulliri dhe 10 lugë gjelle krip. Përgatitja: vendoseni përbërësit në një shishe qelçi dhe lëreni të qëndrojnë në një vend të errët dhe të thatë për 5 deri në 7 ditë. Ndërkohë, duhet të dini se kjo kurë përdoret për të trajtuar thuajse të gjitha llojet e dhimbjeve në formën e masazhit. Aplikoni përbërjen çdo darkë në zonat që ju dhëmbin dhe masazhojeni atë për rreth 20 minuta. Trajtimi duhet të zgjasë të paktën 10 ditë. Vaji i ullirit së bashku me kripën do të rigjenerojnë indet dhe do të nxisin qarkullimin e mirë të gjakut, duke bërë kështu një përmirësim të dukshëm tek indet e muskujve dhe njëkohësisht të ndalojnë dhimbjet. Kjo përzierje mund të përdoret edhe për dhimbjet e kokës, gjymtyrëve dhe njëkohësisht dhimbjet të cilat vijnë nga artriti, osteoporoza dhe reumatizma e të tjerë. Nuk ka as edhe një efekt ansor dhe rezultatet do të jenë të mahnitshme. Brenda 10 ditëve, ilaçi do të stimulojë qarkullimin dhe rigjenerimin e indeve në muskuj, në kërce dhe në indet e kockave. Ju do të vini re ndryshime të mëdha brenda 8 apo 10 ditësh. Pas aplikimit të këtij trajtimi, dhimbja do të kalojë, gjaku juaj do të qarkullojë në mënyrën e duhur, si edhe trupi do të lirohet nga toksinat dhe metabolizmi juaj do të arrijë pikun më të lartë. Pas masazhit mund t'ju merren pak mëndët, por përpjekja ja vlen. Do të merrni rezultate vërtet të mahnitshme dhe pa as edhe një efekt ansor. Ndërkohë, me kalimin e kohës trupi i njeriut humbet forcën e vet dhe bëhet më i brisht. Kyçet preken më lehtë nga frakturat për shkak të vështirësive në lëvizje. Piktakimi i kockave përbëhet nga ligamente, tendina dhe kapilar, të cilët veshin edhe muskujt. Gjuri në veçanti përballet me shumë stres sepse mundëson jo vetëm lëvizjen në pjesën e poshtme të trupit, por edhe mban pjesën e sipërme. Kupa e gjurit është ajo e cila ka nevojë për lubrifikim të vazhdueshëm, në të kundërt mund të preket nga inflamacioni. Dhimbjet janë të forta dhe kryesisht shkaktohen nga artriti, reumatizma, lëndimet, sëmundjet imunitare, infeksionet dhe njëkohësisht tendinat problematike, akumulimi i acidit urik e të tjerë. Për fat të mirë ka shumë receta natyrale kundër inflamacionit dhe dëmtimit të ligamenteve të gjurit. Këtu ju do të mësoni disa receta natyrale të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë kundër dhimbjeve të gjurit. Speci i kuq djegës. Speci i kuq djegës është përdorur prej shekuj kundër dhimbjeve. Ai përmban kapsaicin që bllokon transmetuesit e dhimbjes në rrugën e tyre drejt trurit. Nëpërmjet lëkurës, kapsaicina ndalon fibrat e nervave të ndjejnë dhimbje dhe ta transmetojnë atë. Kapsaicina gjithashtu parandalon shpërndarjen e dhimbjes në zona të tjera. Uthulla e mollës. Uthulla e mollës gjithashtu futet në lëkurë dhe shpërbën kristalet e acidit që formohen në kyçe. Acidi acetik gjithashtu e zbutë dhimbjen të tendinave dhe të inflamacionit. Për më tepër, uthulla gjithashtu përmban shumë minerale si kalciumi, magnezi, kaliumi dhe njëkohësisht fosfori. Vaji i ullirit është i dobishëm kundër inflamacionit, madje shërben edhe si një vaj bartës i shkëlqyer. Xhenxhefili. Studimet kanë treguar se aplikimi në lëkurë i xhenxhefilit zbutë dhimbjen e osteoartritit brenda një jave.
Xhenxhefili nuk ka natyrë agresive dhe ka aftësinë që të vënojë madje dhe të shmangë nevojën për përdorimin e trajtimeve më të vështira mjekësore. Recetat natyrale kundër dhimbjes së kockave, gjurit dhe të kyçeve. Kjo pastë e pakson inflamacionin dhe njëkohësisht zbut dhimbjen. Të gjithë këto përbërës luftojnë inflamacionin edhe nëse konsumohen si ushqim. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle me specë djegës pluhur, 1 gotë me uthull molle ose gjysmë gote me vaj ulliri ekstra të pastër dhe të ngrohur. Si uthulla ashtu edhe vaj bëjnë të njëjtin efekt, ndaj ju duhet të zgjidhni sipas mundësive. Ju duhet edhe një copë e vogël xhenxhefil të grirë holl. Përgatitja: përzieni uthullën ose vajin e ullirit me specin tuaj djegës dhe xhenxhefilin e grirë. Përzieni mirë derisa të formohet një pastë e mirëfillt. Vendoseni atë në zonën e dhimbjes 2 herë në ditë dhe mbajini për 20 minuta. Më pas, shpëlajini zonën dhe thajini me peshqir. Pjesën e mbetur të pastës ju mund ta ruani në frigorifer, por përpara çdo aplikimi, përzieni edhe një herë. Ne ju rekomandojmë që dhimbjet e kyçeve, gjurit dhe kockave të mos i neglizhoni. Shpeshherë ato kërkojnë ndërhyrje mjekësore, por në shumë raste këto receta natyrale ju ofrojnë qetësinë e munguar. Ndërkohë, nga ana tjetër, duhet të dini se dhimbjet e gjurit mund të trajtohen fal recetave të mjekësisë alternative. Disa nga shkaqet e shfaqjes së dhimbjes së gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, cistet e gjurit, bursiti, frakturat e të tjerë. Për të kuruar dhimbjet mund të mbështeteni tek mjekësia alternative, e cila mundet që të rezultojë tërësisht efikase. Për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe njëkohësisht i piperit të kuq djegës mund t'ju ndihmojë më shumë nga sa ju mund ta imagjinoni. Piperi i kuq shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit, duke reduktuar dhimbjen dhe njëkohësisht ëndjen. Juve do t'ju duhen 2 lugë piperi kuq dhe 1 lugë vaj ulliri. Përzieni të gjithë përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë 2 herë në ditë për 1 javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë të fuqishme, anti-inflamatore dhe në mënyrë tërësisht efikase trajton dhimbjen e gjurit. Mjafton ta ngrohni për 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni tek gjuri ku ju ndjeni dhimbje, duke masazhuar lehtë me duar. Më pas e lini të veprojë për disa orë dhe më pas shpëlajini. Përsëriteni këtë veprim të paktën 2 herë në ditë. Gjithashtu duhet të dini se dhimbjet e gjurit janë në dhimbje të cilat nuk duhet të neglizhohen kurrësi. Shkoni gjithmonë tek mjeku juaj për të marrë trajtimet e duhura në qoftë se dhimbjet zgjasin për një kohë të gjatë ose bëhen mjaft intensive. Ndërkohë, sigurohuni të konsumoni ushqime të shëndetshme si peshku, portokallet, perimet me gjethe, bajame dhe xhinxher. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.